ti shef që Trumpi do vazhdoj akoma të izoloj, po themi Ukrajinën? Trumpi do vazhdoj të izoloj Ukrajinën derisa Ukrajina të bëjë çfarë thot Trumpi. Jo, nuk është. Deri çfarë thot Trumpi, as mos e diskutoni. Nesër nisin bisedimet, në momentin që nisin bisedimet, do fillojë sërish zbulimi strategjik për aty ofrohet Ukrainës. Po kështu është thënë, po ai tha edhe në momentin që do ne qëndrojmë në atë që është thënë, tash nuk e di çfarë bëhet nesër. Shiko, ai tha edhe në momentin që do në shkruhet marrëveshja për mineralet, përsëri do hiqen pengesat, do zhbllokon ndihma. Por tashmë përsëri tha, edhe nëse në shkruhet marrëveshja, nuk do hiqen pengesat. Të paktën për armatimin. Pra, desha të them Zhen që kjo ishte një përfundimisht Ukraina do të kapitullojë, është fatkesi ta thush, do detyrohet të kapitullojë, sepse, por tashmë do të shohim se cilat do jenë kushtet që do vendosen në marrëveshje. Nuk shef asnjë mundësi që Europa të jetë një alternativë e absolutisht, tashmë problem që po e prish planin e Trumpit për një për një fitore të shpejtë të Trumpit me një marrëveshje paqe në Ukrainë, është vetëm Evropa që po reziston dhe edhe Evropa është një kockë e fortë që nuk mund përcjellet kollaj. Është një kockë e fortë. Okej.